Afati për shlyerjen e borxheve publike ka përfunduar sot, e rezultatet nuk ishin të kënaqshme për Korporatën Energjetike të Kosovës, ku vetëm 30% të qytetarëve e shfrytzuan mundësinë për faljen e borxhit. Vetëm gjatë 4 ditëve të fundit në tërë vendin, janë bërë 25% më shumë kërkesa për faljen e borxhit sesa gjatë tërë afatit që kur ka hyrë në fuqi ligji. Fatkeqësisht, domethënë gjatë gjithë periudhës sa kam pas mundësinë për falje të borxheve deri me datë 29/8/2016 që vije vetëm para 4 dite kemi pasur 37.419 konsumator, ndërsa sot kemi 48.871 konsumator që i bie se diferenca, domethënë vetëm për këto 4 ditë kemi 11.460 konsumator apo rreth 25% vetëm për 4 ditët e fundit. Iliriana Hajdari, menaxhere për konsumator të veçantë në KEDZ, tregon për numrin e shtuar. Ajo tha se KEDZ po punon edhe ditën e fundit me kapacitet të shtuar për të dalë në ndihmë aplikantëve. Deri më sot, numri i konsumatorëve që kanë ardhur për të bërë kontrata është shtuar. Gjithashtu Kiasko në këtë rast e ka shtuar numrin e punëtorëve, ku deri më tani kemi trefishuar numrin e punëtorëve. Të gjithë këta punëtorë janë duke punuar edhe me orar të zgjatur. Prej total numrit të kontratave të bëra deri më sot, mbi 60% është të bërë vetëm gjatë muajit të fundit. Esali Krasniqi është prerë e kënaqur me mundësinë për faljen e borxhit. Varet për kush sa ka pas borxh. Unë për shembull kam pas 1.000 euro borxh, për 1.000 euro më kanë hek 800, 200 më kanë met. Çato 200 e pagoj kistin mujor ka 11 euro derisa të likuidoj. Mendim tjetër ka Sabit Konju, i cili mendon se borxhin të Kekut duhet të falet në tërësi, pasi qytetarët nuk kanë mundësi ta paguajnë. Kanë bë mirë, po edhe shtyrja është veç banem, se duhet me hek krejt. Se borxhi i Kekut besoj që ka qytetarë për shkak që mund të paguajnë. Afati për shlyerjen e borxhit ka përfunduar sot. Keku ka inkasuar deri më tani rreth 3 milion euro borxhe, ndërsa do të inkasojë rreth 13 milion euro.